veprave terroriste. Unë e kom thonë badjava e keni se unë nuk kam lidhje me Iranin. Je shpallë e pafajshme? Përveç, po, jam shpallë e pafajshme. E kam kështu informacione që keme mora përmet po, tash si vjetë e kom gati dëm shpërblimin, inshallah me 6 shifra. Krejt që ka i mërë kom i dhënë për kulturë, për artista. Në më dhënë pas keme popore. Po, qato, të kjerëvis një fara agente të kjerë, nuk të kjerë bashkë unë gjithmonë kam pare, veç na i herë nuk më qilojnë. Agente në avokatit. Dhe më dhënë ti ku i shpallë e pafajshme, a? Kjo është po, atëherë në 2020 unë jam shpallë e pafajshme mas 2 viteve gjykimi, edhe janë shpallë të pafajshëm shumë edhe hoxhallar, për shembull, në atë 40 hoxhallar që e zunën edhe Shefshet Krasniqi ma shumë se unë ka nejtë në burg. Unë e vetëm 1 muj edhe 2 në shpi në arrest. Po veç, Shefshet është shpalli pafajshëm? Mirë po, edhe ai shpalli pafajshëm, por unë jam shpall e pafajshme plus të drejtën e marrjes së dëm shpërblimi. E pse ata s'kan të drejtë më dëm shpërblimi? Nuk e di që shpunon gjykata, mirë po unë e kam marrë sepse kam dalë konflikt. E pse bre Iqballit u kanë gjujt kaq shumë se thojnë pa hungur udër e eras t'vjen. Çka punon Iqballi ata dim sonte cili është ideali i Iqballës, çka? Me hongër udër, t'vjen era udër. Po, kur të hanë portokalla, era portokall. Po Iqballja, qëfar veprimtari e ka, qa që është e hapur, qa që është transparente, kur nuk kam dit me fsheh diçka. Po brejnë brëm femrat shumë. Pre veprimtaris time, sepse e kam një të metë, zotri Sadri. Sepse unë nuk di me majtë në mend rrenën. Se të qiko, kur të rrenë ti diçka unë sot të thëmë ty një të rrenë. Po shtë vërtej dhe e që për do me thonë. Edhe pas, ku shkoj të tjetri, e harron edhe rrenën tonë. Si i thash këti, si i thash ati, edhe pastaj unë e humbi atë paqen time shpirtërore. Kështu që ma mirë për mua është një vdekje me dignitet, se sa një jetë me poshtrime apo me përullje të pandersh. Avokati Altin Goxhaj, dhe me thonë që e kemi postu në studio bashkë edhe me juve ka qenë, po, e ndëgjova. Ka pastonë në era agent të Izraelit. Po, këtë të gjeneronit, e tasht edhe Ahmedin Nexhatin e kanë dhonë kështu, dhe me thonë në përlojme, nëse s'ga bëjt ndërkombëtare që po del si agent i Mosadit e sen, po në pak si shë vërtet. To janë krejtë rrena. Edhe ti, po. Mirë po, Goxhaj unë për ato avokati im veç e kam marrë parasysh këtë, ja kom qurë linkun e emisionit juj, edhe avokat Goxhaj ka me dhënë përgjegjësi për këto, se kjo shpifje tepër e madhe. Për ne me ligjin e Kosovës, për një shpifje që ta bëjnë 3 muj deri në 3 vjet ka burgim. Ose dëm shpërblim. E ai që 2 herë ka përmend, edhe atë ditë më ka thënë ku kam qenë në emision, edhe kështu. Kështu që avokat Goxhaj ka me pas punë me ligjin, sepse ai ka bërë shpifje shumë të madhe. Ka thënë e Izraelit, po mjaft bre shpiuna, çka ka thënë? Po agente. Agente Izraelit e Mossadit, njëherë terroriste mbonën, tash agente, pritni bre njerëz, unë jam shqiptare. Po të kena po me në fotografi me... Unë jam e frymzume, që vlau im, prej kujt jam e frymzume. Që në improshit, da? Po të kem po me një foto me... Ajo, kokon shumë mamati, po fulli. Para 20 vite. Po ti në shtavi që takus, kine e farlini. 30 sekonda. Edhe është për mu më burje se une jam shpërbly me medalje. Tash edhe Majlindës mi a dhonë medaljen ku me ditë qëfar histori, background, kriminal ka ai personi që ja ka dhonë medaljen, mu nuk me intereson. Edhe kera agu kërë vro Khamenei, edhe pse nuk është. Kera agu dhe të na kur është vro? Për imam Khamenei nuk kam reagu, se thënë kur të djek qumshti i fryn edhe kosit, pra ndaj vetëm e kom dhonë një deklarat ngushlimi, kur gjë tjetër, se po e shoh që ky populli janë moderniteti, modernizmi ka ndiku shumë keq në paragjykime, në gënjeshtrat, fillojnë mos mi besu gënjeshtrat. Dhe çiko tash, po tham jo për juve, po ju e keni një emision ma të veçantë, mundi me thonë, aty për aty e bani diçka, edhe thirrni njerëz intelektual, doktor, profesor. Po bre, po na rrogën kaner. Njerëzi që janë përpilues të kushtetutës, Kadri Kryeziu ka qenë profesor, të nderuarin, madje me një postim timin e kam dhënë në një deklaratë se ai nuk e ka pas për atë islamin. Po veç kur jemi te deklaratat e Iqballit që spajtuna me ty, ke thonë që e Deroma e ka vendin burg të Hashim Thaçi. Unë besoj në pafajsinë e Hashim Thaçit. Ju a besoni? Shiko, unë aty kam bo një gabim
aty për aty, kërkoj falje prej të gjithve, mirë po nuk kërkoj falje prej atymve që mi kanë shkurtu pjesët e mia, sepse unë e kom thënë